Mirëmëngjesi në kanalin tim, unë jam Dora. Sot kemi një video të re. Sot është ditë e premte, Geri është pushim edhe na ka dalë dielli, është ngrohur koha sepse ka një javë që ka rënë vetëm shi, kohë e keqe, domethënë jemi qenë mbyllur në shtëpi, edhe pse kemi dalë për dyqani për nevojat tona, për pazar e tjerë, por sot po dalim për qefin ton dhe po shkojmë në Anvers. Anvers është një qytet që nuk ndodhet shumë larg Brukselit, diku te 40-45 minuta me makinë, edhe pse kishte pak trafik, nuk e di pse ora 2 ishte ku dolëm, 2:30. Do shkojmë të bëjmë shopping, sepse nuk ja kam thënë, por ne kemi rezervuar pushimet. Ne do shkojmë me pushime në brenda shumë pak ditësh. Kemi rezervuar dhe mezi po pres. Do jenë pushimet tona të para në familje. Kemi marrë një hotel goxha të mirë, një vend goxha të mirë, sepse është hera parë, edhe është hera parë me rohemën, domethënë, kuptoni? Edhe dua që çdo gjë të ndihemi, që të jem sa më komod, sa më rehat. Kemi paguar goxha shtrenjtë gjithashtu, por qënë si ka, do ta shijojmë sepse them drejtën kisha shumë nevojë, kam shumë nevojë të ndjej diellin, të shoh plazhin, të shoh pishinën, mos bëj punë shtëpie. Besoj më kuptoni, është një vend ku bën goxha nxehtë për momentin, kështu që po, pam, ishim mes disa destinacioneve që janë okej kur jemi me fëmijë, sigurisht, sepse mund të ishim shkuar edhe në shumë vende të tjera, por që jemi me beben. Nuk do ja them akoma destinacionin, dhe merrni vesh shumë shpejt sepse do filmoj dhe do ju tregoj. Për momentin po shkojmë të bëjmë shopping sepse Ema në fakt nuk ka rroba për verën, sepse unë kur kam bler rroba për momentin që më duheshin 2-3 muajt e parë tjetës, dhe nuk kam bler më rroba për Emën, t'ju them drejtën. Kam bler kështu tek tuk, jo pijame, jo ndonjë fustan për qef kështu 2-3, por bëj shopping tamam nuk kam bërë dhe është rritur tani, ka nevojë për badi të reja, me kraç gjata, me kraç shkurtra, do i blej disa gjëra cute gjithashtu edhe për pushimet normal, sepse nuk kam rroba për Emën për 30 gradë, kështu që do shikojmë edhe ndonjë. Po mama, po i vjen gjumi. Do shikojmë ndonjë gjë, të shohim, të blejmë disa rroba cute, të bukura, që të kënaqemi, sepse do janë pushimet e saj të para dhe do shikoj gjithë tjetër ato fotografi, që mami do ta bëj të bukur. Gjithashtu edhe për qef do dalim të shijojmë qytetin, të ham ndonjë drek. Sapo erdhëm këtu tek shoppingu, Emën e zuri gjumi shqyr, edhe po shkoj. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Ne mbaruam shoppingun edhe kemi ardhur në qendër, sepse është shoppingu ku ishim neve ishte 20 minuta larg nga qendra. Dhe po bëjmë diçka për të ngrënë, sepse ora është 5:30 dhe s'kemi ngrënë asgjë përveç mëngjesit. Okej, mëngjesin e kemi ngrënë orën 12, por që duhet të ham tani. Emën e mori gjumi, kështu që kemi po kërkon një adresë edhe ta shijojmë pak qytetin për ditë. Është ditë e premte sot, do çan kam atë full me njerëz. Paktën gjë të paketë. Sigurisht shumë pagesë. Sepse është mëngjes, po bëhem gati shpejt, sepse sot do takoj një influencer, edhe Ema do ta takoj. Nuk do ja them kë, po i re disa indikacione që ta gjenim. Është një vajzë që bën TikTok, Instagram, YouTube, të gjitha i bën, dhe ka qenë nuse vjet, dhe ka qenë një ndër nuset më të bukura të vitit kaluar, dhe një indikacion tjetër që ka hapur sallonin e vellove në Tiranë, sallonin e vet. Kështu që kaq po ju them. Besoj është mjaftueshëm. Po bëhem gati shpejt. Nuk dua të jem me vonesë, por besoj se do jem pak me vonesë. Dje erdhëm, u kaluam shumë mirë, u kënaqëm. Mora 2-3 gjëra, do bëj një haul pastaj, por për punën e make-upit çfarë mora, po ja bëj këtu sepse do i përdor.
Ka marrë këtë beauty blender të Douglas. Nuk e di sa e mirë është, në fakt kërkoja markën e beauty blenderit vërtetin, por nuk kishte. Kështu që që nga fare i butë dhe i mirë. Nëjse, të ta lagi me ujë dhe këtë të përdorë se s'kam qëpë tjetër, se tjera t'i kam pis. Mora të bronzer nga Elf, mora light medium, mora këtë ngjyrën light medium, sepse tjerat ishin shumë të forta. Tani nuk e di nëse kam korrekt, por këtë mora. Dhe gjithashtu mora këtë groshen këtu. Më pëlqen shumë lip oil të Kylie-t, kam pas 2-3, çdo herë që shkoj në aeroport marr, sepse këtu s'kemi Douglas dhe s'kam ku t'i gjej. Është shumë cute, edhe kësa herë mora me një shije tjetër, që është me sheg më duket ishte. Po, me sheg. Shikoni se i bukur është, edhe është lip oil kështu. Po e vendos. Më pëlqen shumë, janë goxha hidratues. Nëse se do i bëj buzët pak me laps pastaj. Kështu, do filloj të bëj make-upin shpejt e shpejt dhe jam pak e shqetësume sepse ju thashtë e vlogu kaluar për Ohejmën që nuk e di qa ka, nuk e di qa ka, refuzon të pi kur e vendos, bët agresive, di se qa po ndodh, nuk e di, se biberonin zbët fjalë ta marre, fare, s'ka shans. Nuk ka shans biberonin ta marr me qumshtin tim, s'ka shanse. Kështu që më bëhet agresive, gjumë këmbët, qanë, pastaj ose kur është i qetë e vendos, qesh, hap gojen, qumshti del kudo nëpër fytyrë. Se normal, edhe unë e vuj sepse duhen zbrazur. Nëse, shikoni, për shembull zgju në orën 7 sot, në 7:30 ka pi. Edhe është ora 10:30 dhe nuk ka pi akoma. Nuk di qa t'i bëj. Edhe pastaj e ze gjumi nuk flen as 30 minuta, sepse normal zgjot dhe s'ka pirë. Edhe kur zgjot, pastaj nuk është se pinë si ka hije. Kështu që nuk e di, jam pak do shkoj te pediatri thjesht për merak, se do shkoj me dhe me pushime dhe të kontrolloj edhe para pushimeve, por që thëmë vete mos ka ndonjë shi shumë shtim që nuk i pëlqen kësaj, por si ka mundësi 3 muaj u bën që kjo pin vetëm qushtim tim edhe tani nuk i pëlqen shia. Se kështu në darkë pin, për shembull natën pin 10 minuta, pin në 5:30 që zgjohet tani, pin. Edhe para se të flej me zi, nuk e di nëse ju ka ndodhur edhe juve, ndoshta është normale. Në moshën që ka kjo, se për pak ditë bën 3 muaj, mbaroj këtë make-upin, po vishëm edhe të daj. Përmëndësh, më thëmë me pike me presi. Albana Bisposhaina. Albana Fikshaina. Edhe YouTube-in, edhe Albana. Dhe thoja që gjithë këtu të shkruani Albanës që t'jesë sa më shumë aktive në YouTube. Albana, po të imagjinoni e ka fillu YouTube-in kohë më përpara. Shumë 4 vjetë ndoshta ka. Është nona e YouTube-it. Edhe nuk na bën video YouTube. Kështu që disi jam në kur vonojmë kështu që nuk postoj, kaloj një 2 javë të shkruaj. Edhe jo them. Kam vendosur të jem aktive, do postoj çdo të hënë. E poston të hënën? Postoj të hënën tjetër, pastaj të hënën tjetër më del ndonjë gjë kështu. Po do përpiqem se ka shumë dorë. Kam thënë shumë, domos tani që ka biçare në Tiranë me nuset. Ku kemi nuset e vitit? Ku janë, ha? Ku? Motivojni Albanën sepse është shumë sweet. Edhe na ka bërë një dhuratë që do bëjmë botë. Ja. Nuk e tash të vogël. Ne po. Jam knaqur domun shumë me të drejtën. Që kur e kam marrë vesh do vija në Belgjik, se ishte shumë e dikshëm. I kam shkruajt direkt dorës, dhe kam thënë Dora, do vija atje, do takohemi. Edhe për fakt ishim afër. Shumë. Po.
që unë vëse që do t'i prapë këtu, se kam plajnë, që do të shkoj prapë sa e di. Me Ohemën do jemi bashkë. Me Ohemën, edhe e din që i thash njërës, tani edhe kush do që ka bërë beb, i shkoj të njëtë në gjë, dhe i them dorës. Dora do pi një kafe, po do atë Ohemën të lutë. Tjetër, edhe unë thash, oke, po dalë ndoshta kështu, qëtësi, vetëm kështu, jo, thash, Albana do Ohemën. Do Ohemën, jo, do Ohemën, dhe ka nejtë shumë njërë gosa, marshallah o zot, se po e thëja të në vlogu im që... Gjithë bebat. Më ka gjarë gjerit. Po edhe jo, atë diçka tjetër që gjitha bebat rimonë. Po, jo është e vërtet. Gjithë bebat. Duket se do të bëhem më shumë shpejt. Ka mundësi se gjithë të bebat që po mrinë kështu, po më bëjnë për vete. Janë gjithë shoqët e mia, janë për mami këtë vit, ose një ditë më para. Po të vjen është po vjen kështu. Bërë shumë kohë që ku ka marrë në shtëpi, por mora me punë të shtëpisë pastaj, me Ohemën, se kur doja nuk kisha kohë të bëja asnjë punë shtëpie, por që erdha dhe sigurisht shikura tani. Dhe u kënaqem shumë me Albanën. Falenderoj shumë për dhuratën e Ohemës që kam këtu dhe doja t'rregoj. Edhe kaluam me vërtet një moment shumë bukur. Mua më bëri shumë mirë sepse dhe nuk është se dal shumë apo dal. Në kuptimin që nuk takoj shumë njerëz sikur më përpara, që isha gjithmonë rrethuar me njerëz dhe ndonjëherë në postpartum është kjo ndjenja që ti të duket vetja sikur je vetëm. U kënaqa shumë, bëm muhabet, sikur tania prej kohësh në fakt. U ndjeva shumë mirë, edhe Ohema qëndroi urt. Normal nga fundi filloi të vinte gjumi dhe prap nuk deshi pinte, por që sa futën makinë piu edhe kam bërë një ask në Instagram, nuk e di ku e kam telefonin, dhe isha të pyes mamat për eksperiencat e tyre, paka shumë, edhe të gjitha shumicat e tem më kanë thënë që ju ka ndodhur, në që japin bebit që ushqim bebi me gjik. Nga kjo perioda që është edhe Ohema dhe që është normale, nëse jeni në këtë situatë, çfarë më sugjeruan është që të jap bebit për të pirë në këmbë, në një vend që është errësirë, pra në dhomë që ta bëj komplet errësirë, që mos t'i flasim bebit që ta shpërqendrojmë, dhe dikush më kishte thënë që të vendos edhe një lodër këtu, në mënyrë që bebit tërheq vëmendjen, lodrat e tërheq vëmendjen bebit edhe të pi. Ose gjithashtu, gjë që funksionoi me ne dhe e provova, t'ja bebit për të pirë kur është duke fjetur gjumë. Këtë ja sugjeroj, e bëra, do të them. Që nejse, fjeti dhe është në rregull dhe dua t'ju tregoj dhuratën që më dha Albana, se unë e pash, dhe tash ta bëj këtu me juve, që e falenderoj, më ka sjellë këto çokoladat, shumë të mira janë të çokoladat. Merci, janë vërtet shumë të mira. Kështu që faleminderit, janë për mua. Dhe më kishte bler këta, shiko pak sa cute, janë napa dhe napat janë kur mjaftuesëm, sidomos tani që ne po shkojmë me pushime, do marr me vete sepse shikoni janë 3 copa. Është një bezh, ngjyrë e thjeshtë. Kjo masa është tamam, është super. Se ka edhe më të mbaja, por kjo besoj që është super, unë e vendos kështu edhe kur t'jap Ohemës për pirë kur jam në publik. Dhe tani që jemi me pushime, që i do shkoj me pushime, do më duan disa, sepse normal nuk kam lavatriçe, edhe këto ndrohen çdo ditë. Edhe një tjetër, shumë faleminderit, do i vendos tek koshi rrobave të falara. Këtu kam diçka tjetër shumë cute që është edhe kjo super për pushime. Albana i ka bler Ohemës këtë, që është kjo nga Zara. Shumë bukur, është një material super, domethënë nuk kam fjalë fiks tani për pushime që është bashk me këto. Shikoni pak sa cute. Nuk e di domethënë, por rrobat e vajzave për verë janë një mrekulli që shija, janë bombona, sepse dhe dje dola unë për të blerë në gjë për Ohemën, që akoma s'ja kam tregu hollin, por rrobat për vajzat të verës janë shumë cute. Edhe i ka marrë fiks 3 deri në 6 muaj, gjë që edhe unë po bëj tani për rrobat e verës, po ja marrë 3 deri në 6 muaj. Shumë cute, shumë faleminderit. Sigurisht që do ja vesh dhe do shikoni kur ta kemi me pushime. Me kjo çanta super cute. Shumë faleminderit edhe një herë Albana, e vlerësoj shumë faktin që ke menduar për ne, për mua edhe për Ohemën dhe që u takuam. Të me vërtet ta ndiqni Albanën, që ta motivojmë që të bëj YouTube rregullisht, sepse nuk është e rregull në YouTube dhe e ka shumë gabim. Motivojni, shkoni shkruani në Instagram, në YouTube, kudo thuajini, sepse për ne që bëjmë YouTube është pak
është e vështirë t'jemi të rregullt në YouTube, sidomos kur ke shumë gjëra që me përsipër edhe rrjetet e tjera sociale, por që pak motivim na bën që të mos e lëmë dhe mos e heqim dorë dhe t'jemi të rregullt. Shikoni pak lulet që më dhuroi Albana. Në fakt, shikoni pak, i vendosa sa më shpejt se erdha në shtëpinë ujë, por që nga që kemi nejtë shumë jashtë, shpresoj ta marrin vetën se janë shumë bukura trëndafilat. E vendos këtu te tavolina. Edhe unë gjithmonë një marr erë luleve, domethënë trëndafilave, dhe këtu ju vjen një erë e shkëlqyer. Sa rojë. Oh, sa bukur, mami, rrobat e reja të i marrësh të pushimet. Po? Të pëlqen? Ohemën e ka kap lemza. Ohemës i pëlqyen rrobat. Silent music and shimmering gold, a stranger's feeling about to explode. I held my breath to make sure I didn't say something weird. Light as a feather on weekend knees. What on earth did you do to me? Hello, nga dita tjetër, më ngej pak karrikën, është dita tjetër. Ka pak orë që kemi arë në shtëpi, sepse sot, siç e kuptuat tek klipet dhe tek çfarë kam filmuar pak më parë, sot kemi takuar Edonën, Gerin dhe Brojs. Besoj se shumica nga ju do e njihni Edonën, sepse nëse jeni aktiv në Instagram dhe në TikTok, është bërë mami tani s'ka pak kohë me Brojsin dashurin, që ishte me të vërtet një bebe shumë e bukur, shumë e mbar, dhe mashallah, dhe Geri dhe Edona prindër të mrekullueshëm, u kënaqëm shumë. Fakt doja shumë ta takoja kur e pash që ishte këtu, edhe gjithashtu ta takoja edhe Brojsin, edhe Ohema takonte Brojsin, edhe pse ato janë akoma të vegjël, po thjesht një kujtim, edhe është shumë e bukur që takon njerëz nga rrjetet sociale që i ndjek, i shikon me shumë dashuri, të motivojnë, dhe një ndërtosht edhe Edona që i ndjek me shumë dashuri dhe më motivon me të vërtetë shumë. Është shumë e bukur historia se kur Edona tregoi që ishte shtazan, ka qenë vjet në muajin qershor, dhe unë i shkruajta dhe i thash që unë isha shtazan, po mos apo e kisha marrë vesh lajmin. Edhe kështu ka qenë kjo historia, e kam ndjekur me shumë dashuri, me shumë vëmendje, sepse jep informacione shumë të duhura, dhe është me të vërtetë dhe këtë po i thoja edhe Donës, që je një influencer. Besoj se mund t'jesh një ndër ato që i përgjigjesh më shumë ndjekësve dhe merr më shumë kohën për ndjekësit, për të bërë pyetje, për të dhënë këshilla, domethënë për të dhënë informacione, dhe kjo kërkon shumë kohë. Është Donës bravo, e bën në mënyrën më të mirë të mundshme, dhe mënyra se si ti e tregon mëmësinë, edhe pse mëmësia është e vështirë, ka ato sfidat e veta, gjitha me radhë, e bën aq të bukur dhe aq të mirë me gjitha ato videot ose mesazhet që përcjell. Edhe është diçka që kur bëhesh mami dhe prind, ndjesia që t'jep që kur takon ti një mami tjetër apo një familje tjetër që kanë fëmijë, është e papërshkrueshme, sepse të dy palët kemi të njëjtat ndjesi, të njëjtat gjëra, kuptojmë njëri tjetrin. Kjo është shumë e bukur dhe me të vërtetë u kënaqa, i thashë Donës që sa mirë që do të thënë ndajmë këto dhe nuk jemi të vetmit që kemi ato momente tona të vogla që janë pak më të vështira. Faleminderit shumë që u takuan, edhe shpresoj të takohemi sërish dhe jeni të mrekullueshëm dhe keni bërë një bebe fantastike. Mashallah. Djeni kam pirë kafe dhe sot kapuçinoja nuk më pëlqeu shumë atje. Kështu që bëra kafen tani, që nuk e bëj shpesh, nuk e bëj gati fare mazi të pi një kafe, sepse kam thënë që ndikon tek Ohema. Këtë kam vënë re, ndoshta nuk është e vërtetë. Fillim pa ta konstatuar që kur pija kafe nuk flinte mirë natën, por që do të thonë nuk e zinte gjumi shpejt, por që
do mundohem do flej tani është duke fjetur me gerin, kështu që zgjohet pas 1 orë gjys 2 edhe do jemi super. Kemi lënë një haul pa bër, edhe me që i kam këtu dhe nuk i kam dërguar nëpër vend, thash që ja tregoj. Më shumë kam bler për Ohemën, për vetë akoma nuk kam bler gjithçka, tani nuk futem tek rrobat që kam pasur të verës, fustanet. Fustanet ndoshta po, pantallonat e shkurtra nuk futem, kjo është e sigurt. Do të blej akoma këtë javë ndonjë 2-3 par pantallona që të jem rehat, që të ndihem edhe unë mirë, dhe atje që do shkojmë do bëj 28, 29, 30 deri në 32 gradë, kështu që më duhen gjëra të freskëta. Por t'ju tregoj pak se çfarë kam bler edhe për veten edhe për Ohemën. Kam bler këtë këmishën tek Stradivarius, ishte goxha e mirë, në fakt e vesha sot, nuk e kisha lar, por historia sot është se kisha veshur një outfit tjetër dhe isha bërë gati dhe thash të pompoj qumësht. Pompova dhe kur po vendosja qumit e biberoni, qumshtin, mu derdh edhe biberoni, edhe qumshti, mu thye dhe biberoni qelqit, edhe rrobat më bën pis, nëse ishte një katastrofë, kështu që këto gjërat ndodhin edhe ndjeva keq më shumë për qumshtin, se hajt biberonin e blej një tjetër, edhe rroba që isha vesh dhe hekuros, minutë fundit do të zgjidhe një outfit tjetër. Kështu që kam bler këtë këmishën, është goxha e mirë, është tip linoje, tani nuk është 100% lino, që kur kam lindur preferoj shumë të vesh këmisha, se 1 ndihem shumë komode, 2 edhe ja vajzës për të pirë, edhe është super me këmishë sepse e dini keni parasysh. Po ashtu tek Stradivarius mora edhe këto pantallonat e bardha lino, që nuk kam provuar atje, që i kam marrë masën XL, por shikoni nuk janë aq të mëdha sa duket XL-ja, dhe kam frikë se mos të mbi ngushtë këtu se unë kam pak kofsha. Kam marrë po të shkëm këmish, por në këtë ngjyrën që është butter yellow, që është shumë in këtë verë, edhe është po e njëjta gjë sikur këmisha e bardhë, por që e kam marrë këmish të verdhë. Gjitha këto këtu janë rroba për leburushen time që më shumë jam e entuziazmuar për t'ju treguar këto së rrobat e mia. Dhe akoma kam për t'i blera, se nuk janë mjaftueshëm për një javë pushime në të nxehtë dhe kjo nuk ka fare rroba për verën. Shikoni pak. A nuk është kjo gjëja më cute ever që mund të keni parë? Dhe Ohemës, nga që është pak esmere, i shkojnë shumë këto ngjyrat. I shkojnë shumë. Ngjyrat e kuqe, lejlaja, roza, edhe e mora këtë tek Zara, kushtu 25 euro, gati 26, po ja vendos këtu nëse do një referencen. Por gjëja që më pëlqen më shumë është sepse fustanat, zakonisht, unë ato që kam marrë për Ohemën nuk e kanë pas këtë pjesën këtu, dhe mendoj që kjo është super për në verë, se okay, ato tjerat mund të vesh me geta dhe nuk dallohet pampersi, por fustanat e verës, besoj që kjo është një must have për rrobat. Dhe kam marrë këtë, o zot, ja kam veshur, e di si dilin ato tulet këtu te krahat, t'ja hash fare. Kam marrë edhe këtë, që kjo është pantallona, si palicet, shumë e bukur, edhe kjo tek Zara kushtoi 23 euro, po i rumbulla kosa. Shikoni pak, sa cute janë këtë lulet në ngjyrë roz. Edhe shumë e freskët. E këtu do i futen tulat. I marrë 3 deri në 6 muajsh, sepse janë për verën, Ohema bën 3 muaj edhe 3-4 ditë, kështu që po. Mora këto rrobat e banjës, këtu i kam marrë të Kiabi, nuk e di nëse një markën Kiabi, por është një markë shumë e mirë për rroba, se nuk janë shumë shtrenjtë. Shikoni pak rrobat e banjës të Ohemës, rrobat e para të banjës të Ohemës. Është shumë cute se ka këtë pjesën këtu, dhe shpina vjen këtu kryq, zi po pres t'ja vesh. Edhe pse të preferoja rroba banjë me krah të gjata, që ja kam porositur online që do e vinë, sepse nuk dua që të digjet dhe se përfër nuk mund t'i përdor sa akoma shumë e vogël. Megjithatë do më jem gjithkohës në hije, por që pse prap duhet bëj shumë kujdes. Kam marrë, është ky kostumi me pantallonat e shkurtra. Edhe këto është 6 muaj që kam marrë, Ohema është bebe pak madhe. Dhe këtë bluzën që janë bashkë komplet. T'ja heq që tani, që ti lajmë. O, sa cute. Quku. Edhe gjëja e fundit që kur e pash tash, si kam bërë këtë gjëra kaq të vogla për fëmijët. Shikoni pak, ja vendosëm dje. U knaq, domethënë ishte shumë cute. Shikoni pak sa është, sa grushti i dorës time, se kështu nuk duket.
është shumë cute, edhe rrinte shumë mirë. Okej, dinin pak veshët kështu, por që ishte shumë e bukur. Pushimi është super sepse t'ja mbrën kokën sa më shumë nga dielli, edhe pse Ohema ka shumë flokë, djersit shumë, edhe në shtëpi ku jemi natën djersit shumë, nuk e di, ndoshta flokët i japin nxehtësi, por është një pyetje që djersit. Këto janë gjitha që kam marrë, plus make-upin që kam treguar. Po mendoj tani të mbaroj këtë, të bëj pak editim, se kam një kolab, një bashkëpunim me Mëmkozi që e kam shtyr dhe e kam gjiru videon dhe se kam punu dhe do ta postoj nesër besoj. Edhe këtë vlogun këtu ta editoj, me qënë se jam pak e qetë me që Ohema po flen.